7 vjet, ujkun e pa vanikje me bisht nër kam, e me vesh qumë curek për pjetë. Shkova me njerës të mi shtigjeve të ngushtat malit, e pata uet, një gjova urtiqet e bubullime në motët, e fjallët mos u trem ti met. Verat e lugjeve i ruin parzën, e në fletësat e gjethit blerë dhe sot, vendet e mia të para i shoh. Jemi në qendrën kulturore edukative Shift në Tetov dhe këtu kemi 2 shkodrane. 2 shkodrane, po që janë të njohura dhe që kanë vepruar kryesisht më shumë jashtë Shqipërisë, janë nga Shkodra që të dyja, dhe të dyja, për koincidencë, kanë vendosur që të rikthehen sërish në Shkodër për arsye artistike. Fillimisht do ju them mirë se erdhët në Tetov, Ema Ndoja dhe Elda Laro. Mirë se u gjetme. Tash të vërteta që jeni rikthyer pas shumë kohësh, do kisha dashur të filloj nga kjo, dhe në fund do t'i themi përshtypjet për mbrëmjen sonte në Tetov, apo jo? Elda, ti tashmë drejton Orkestrën Simfonike të Shkodrës, po. Ç'të bindi që të rikthehesh në Shkodër nga Berlini? Malli. Malli? Malli për vendin e herë. Gjaja parë dhe pastaj e dyta, malli për të bërë muzikë bashkë me shkodranët, me shqiptarët, me njerëz të mi. Po ty, Ema? Ç'të bëri të rikthehesh sërish? Në Shkodër? Po, në Shkodër, në skenën shqiptare? Në skenën shqiptare, në Shkodër jam rikthyer mas shumë vitesh me ftesën e Elda Laros për të drejtuar një koncert madhështor me tenorin Sajmir Pirgu. Dhe ishte kënaqësi e jashtëzakonshme, emocion i rrallë, sepse po dilja para publikut të qytetit tim. Dhe si them, u takova, ishte si një takim me nxënësit e shkollës, me drejtorët, me mësuesit ato, komshinët e vjetër, ishte një mrekulli. Një rikthim në fëmijërinë. Juve shkodranëve vetëm shkodranët ju bindin që të riktheheni. No, unë jam për të tretën herë këtu në Tetov. Jo them në Shkodër, në shkodranët ju bindin, po. apo jo? Këtu e kam fjalën për Stefan Çepalikun, ke lozur dhe po kjo është e vërtetë, që keni shumë e informuar. Apo jo? Po. Mirë, kthehemi te mbrëmja sonte, ishte një mbrëmje e jashtëzakonshme. Sidomos erdhi shumë bukur interpretuar Camaj, domethënë përmes aktores tonë dhe times, personalisht shumë të dashur Emës. Ishte, thash që do ta them publikisht që Camajn e ke recituar shumë bukur, jashtëzakonisht bukur dhe e ke ndjerë mbi të gjitha, sepse poezia duhet të ndjehet së pari. Ka ndonjë arsye të veçantë pse ke zgjedhur poezitë e Camajt? Unë e dashuroj Camajn, poezinë e tij, për shumë arsye. Ndër të tjera, jo vetëm që është një poet i jashtëzakonshëm, dhe që është lënë në harres, tashti pak nga pak po bëhet i njohur edhe nëpërmjet të tjerëve, jo vetëm nëpërmjet meje, por edhe sepse mua më lidh origjina e të parëve të mi me poetin, dhe mendoj se e kuptoj e ndjej, ai vetë na fton që ta ndjejmë poezinë e tij. Megjithatë, unë pretendoj që edhe e kuptoj, me që e studioj prej kohësh. Edhe përveç kësaj, unë kam shumë dëshirë t'ju jap zë autorëve të harruar. Ndërto, dhe kryesisht është edhe Camaj. Po Shkodra dhe edhe jo vetëm Shkodra natyrisht, po kemi shumë poet të lënë harres. Dhe kjo është dëshira ime që ti rikthejnë kujtesë. Elda, shumicën e veprave i interpretoje me sytë mbyllur. Çfarë do të thotë kjo? Me të vërtetë? Po. A nuk e di. Një të mirë apo? Jo, është ndoshta sepse ndjej, dua të dëgjoj se çfarë krijoj edhe unë, domethënë nëpërmjet muzikës, se çfarë ndjej, dua të dëgjoj domethënë tingullin ndoshta në një mënyrë tjetër. Po nuk e di nëse e mbyll syrit apo jo, më thimi ju thanë drejtën. Po, nuk e di nëse ta ka thënë edhe dikush tjetër. Kjo bie se i njeh shumë mirë veprat apo? Jo, nuk do thotë gjë, absolutisht fare, është më thënë mënyrë e ndigjimit, më thënë, të shijimit edhe të ndjenjave. Të dyja bashkëkonit shumë mirë. Si erdhi ky bashkëpunim? Shumë faleminderit. Ideja e kujt ishte? Kush ka ftoi të parën?
Ka dalë një ide shumë e përbashkët, themi, shumë Ne natyrale. po bashkëpunojmë, kemi një 3-4 bashkëpunime këtë vit. Këtë vit më thënë kemi pasur tamam më se 4 produksione së bashku, të ndryshme një nga tjetra, edhe në vende të ndryshme kemi bërë edhe 2 aktivitete, 2 koncerte shumë të bukura edhe në Deutsche Oper Berlin, edhe gjithashtu edhe në Shkodër, si e tha dhe Ema, edhe ky domethënë koncertin e Tetov. Për mua është hera e parë Për në Emën Tetov. hera e dytë më duket. E treta. Edhe jam shumë mirënjohëse Emës që më ka sjellur në Tetov, me të vërtetë. Më pëlqejnë shumë njerëzit këtu. Me të vërtetë janë shumë dashamirës, janë shumë të mirë, të butë. Janë ndryshë që nga neve. Neve kemi karakter ma tjetër, do thëmë temperament tjetër. Po, më pëlqejnë njerëzit të Tetovës. Ne kemi një dashuri të veçantë për Shkodrant, edhe nëse unë personalisht do më kërkonin që të lokalizoja një vend që do ta cilësoja si inteligjenca e kombit, do ishte Shkodra kjo. Faleminderit shumë që erdhet në Tetovë. Është një nder. Faleminderit shumë edhe për neve gjithashtu. Shumë faleminderit. Shumë mbrëmjen dhe do ta marrim me vete si një kujtim shumë të bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe publikut, edhe zotit Gregor, edhe Markelës, se janë me të vërtet një kopje dhe një familje shumë e mirë, me të vërtet. Faleminderit shumë. Dysh mes 2 kohnave, dysh mes 2 shijeve, dysh mes 2 zemrave. E pa kenë unë trim, kam 2 zemra në parzëm, mush me dëshirat thjeshta. E kura vytë e terri, s'kam as një. Dhe bie vetëm i shtroje barit njom, e des bashk me kohën e territ. Mëngjes kur ngrihem, shoh bujqit e nacë, të nrydhun nën peshën e trupit tem, e më dhimen. Si mjetë, për të parën herë, mimozët ndorën e një vashe i pash, qetësisht të i marrën frymë, si ndek. Mimozat erdhen të i pru me vete, ngjyrën e ditëve të blera, afshin e zemrave që rritën ka i fije për ditë, për shpritjet e egra, atleta, të atyne që shkelën pragun e jetës, me kam dyshimta, me frikë, me dur tonat vrashta, zanuna me sanë tjera, s'kemi si me i përkit. Që më knaqë, si puthja nanës në balë. Më gëzoni një herë, si gëzohet gjathi njomë puhi. Më shikjoni si hanën për rema, e ka me u falë gjithë shka. Morden do të puthin në buste ngërime, e në zgavrat e syve të saj do derdhi lot. A vitu njëri. Nga palci u rejtjes dishroj me dalë, si bima prej fare, në pranverë. Çdo gjë që ngrihet ka qiella, toka e ngre ka vetja.
Pse toka është am, vise kujdeshme e zdon me hum as një raqet vet. Zogjt dhe mjetet teknike kur hypin ajër, tokë si lan hien e vet peng. Në që se ka me pas ko, do t'i thom edhe unë frym steme para se me dal prej goje. Tash që po dahesh prej meje, edhe ti prej qidhi, lëshoje hien tanë mi dhe. E kur tes, let bahem barë, në malet e mija në pranverë. Në vjesht, do të bahem farë. Kur des, let bahem ujë, e fryma e me avull, mi fusha do të bjerë si shi. Kur des, let bahem gurë,